Opozita u tërhoq nga formula e vendeve të rezervuara që propozonte për zgjedhjen e 4 institucioneve të reja kyçe të reformës në drejtësi, duke spikatur në zhvillimet e javës politike që lan pas. Vendet e rezervuara për Këshillin e Lartë të Gjyqësorit, Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Komisionin e Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjin e Pavarur të Kualifikimit, demokratët i mbështesin tek rekomandimi 88 i Komisionit të Venecias, në të cilin sugjerohet se kur nuk ka konsensus për shumicën e cilësuar, mund të përzgjidhet një sistem proporcional zgjedhjeje, i cili garanton opozitës përfaqësimin në këto organe kolektive, ose çdo lloj modeli tjetër i përshtatshëm që do t'i siguronte opozitës një ndikim të caktuar në procesin e zgjedhjes së tyre. Shpallja nga ambasadori amerikan i 21 korrikut si data kur reforma në drejtësi do të votohet në Parlamentin e Shqipërisë ishte e pasakont, por duket se ky gjest ka nxitur më tej opozitën që të gjejë një zgjidhje. Tërheqjen e njoftoi vet Lulzim Basha një ditë para seancës plenare, edhe pse sipas tij ajo kishte ndodhur plot 17 ditë para këtij njoftimi, por mazhoranca kishte heshtur. E treta që opozita ofron apo përqafon. E para ka qenë ajo që ofrua nga Obdat Euralius në 10 shkurt dhe që ne e riadoptuam në draftin ton të datës 29 maj, nëse s'gabon. E dyta ka qenë propozimi 6 qershorit në takimin me të për listat alternative prap sipas rekomandimit të Venecias. Ky është propozimi i tretë. Mësohet se demokratët shmangin caktimin direkt nga partitë të kandidaturave parantar të trupave të vetingut, ndërkohë që një komisioni përkohshëm parlamentar me numër të barabartë përfaqësimi 6 pozitë 6 opozit, zgjedh me votim të fshehtë një listë unike prej 12 kandidaturash për komisioner. Kjo nga lista e gjithë kandidaturave që vinë në kuvend nga gjykata kushtetuese. Më pas kuvendi voton listën e kandidatëve të përzgjedhur nga komisioni ad hoc dhe nëse ndodh që ajo të mos miratohet as në këtë mënyrë, procesi përsëritet. Kështu përjashtohet dhe mundësia e shortit nga presidenti në rast të dështimit të votimit në kuvend. Por dukshëm kjo formule e re e propozuar nga demokratët shmang aktorët ndërkombëtar, pjesë e këtij procesi, përmes një organizmi që quhet Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit. Jo, operacioni bën atë që i ka ngarkuar Venecia. Se në çfarë mënyre zgjedh ta bëj, këtë natyrisht e zgjedhin më mirë ekspertët. Detyra jonë është të garantojmë zbatimin 100% Venecias për këtë dhe çdo aspekt tjetër. Ky qëndrim i Bashës duket në sinkron me ato të para disa ditëve të ish kryeministrit dhe ish kryetare së kuvendit. Asnjë më as nuk mund të jem që këtë proces ta bëjnë të huajt. Të huajt ta vëzhgoj. Po. Plotësisht dakord. S'kam as i kundërshtim. Plotësisht i hapur. Po ky do të jetë proces shqiptar. Unë nuk do të votoj kurrë. As nuk mund të votoj kur që në kushtetutën e vendit tim të ketë një nen apo disa nene në të cilat të shkruhet se procese të ndryshme të bëhen nga ndërkombëtarët. Pavarësisht heshtjes, dukej se kryeministri ishte në dieni të këtij propozimi, të cilit ju referua 4 ditë para se Basha ta shpallte publikisht. Jam i bindur se nëse do të pyesim se cilin këtu në sallë dhe do të pyesim çdo shqiptar të arsyeshëm që procesin e radiografimit të gjykatësve dhe të prokurorëve është më mirë ta bëj një KQZ e sistemit drejtësisë me përfaqësues të partive apo ta bëj një trup e përzgjedhur nga parlamenti, por e para seleksionuar nga mekanizmi i Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, përgjigjja do të ishte 99% kjo e dyta. E kur Basha e shpalli publikisht, kryeministri përforcoi qëndrimin e tij kundër, duke e hedhur poshtë. Me titullin Propozim i ri apo avaz i vjetër, kryeministri Edi Rama publikoi një shkrim në rrjetet sociale ku shpreh refuzimin e mazhorancës për formulën e re të propozuar nga Lulzim Basha. E them me keqardhje që s'ka asgjë të re në propozimin që Partia Demokratike e quan formul kompromisi. Shkruan Rama që shpjegon se s'mund të pranojë deformimin konsensual të thelbit të reformës në drejtësi, që është garantimi një procesi rigorozisht profesional e të pavarur nga partitë për përzgjedhjen e kandidatëve për antar të Komisionit të Vetingut të Prokurorëve e Gjykatësve.
Vetingu është procesi i verifikimit individual të profesionalizmit, pasurisë dhe figurës së gjyqtarëve, prokurorëve dhe këshilltarëve gjyqësor. Procesi parashikohet të ushtrohet nga dy institucione, Komisioni i Pavarur dhe Kolegji i Apelit, ku ata që pretendojnë se janë gjykuar jo drejt nga komisioni, do të rikalojnë në një filtr të dytë. Po cili është roli i ndërkombëtarëve në procesin e vetingut? Ata janë përfshirë në aneksin e draftit të kushtetutës që u botua nga Ambasada Amerikane para disa ditësh. Neni B thotë se operacioni ndërkombëtar i monitorimit do të udhëhiqet nga Komisioni Evropian, duke mbështetur e monitoruar të gjithë procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve e prokurorëve përmes vëzhguesve të huaj ndërkombëtar. Roli i vëzhguesve spikat tek zgjedhja antarëve të dy organeve të vetingut, Komisionit dhe Kolegjit të Apelimit, ku në rast të dështimit të votimit nga kuvendi, janë ndërkombëtarët ata që rekomandojnë një listë emërore. Në pikën 7 të nenit C, thuhet se kuvendi zgjedh me 3/5 nga lista e paraqitur nga avokati i popullit, duke marrë parasysh rekomandimet e vëzhguesve ndërkombëtar. Në rast se kuvendi nuk arrin të zgjedhë të gjithë antarët, gjyqtarët dhe komisionerët publik brenda 30 ditëve, ditën e 35, Presidenti i Republikës, nga lista emërore e kandidatëve të rekomanduar nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit, përzgjedh me short publik antarët, gjyqtarët ose komisionerët publik. Roli i vëzhguesve ndërkombëtar spikat edhe tek momenti i rivlerësimit të njerëzve të drejtësisë për shkak të drejtave të barabarta që drafti u njeh me antarët shqiptar të strukturave kontrolluese. Në pikën 4 të nenit që thuhet: Komisioni ose Kolegji i Apelimit sipas rastit përmes personelit të tyre, komisionerit publik ose vëzhguesit ndërkombëtar, shqyrton deklaratat e subjektit të rivlerësimit mbi të shkuarën e tij, interviston personat e përmendur në deklarat ose persona të tjerë dhe bashkëpunon me institucione të tjera shtetërore ose të huaja për të konfirmuar vërtetësinë dhe saktësinë e deklarimeve. Në propozimin e saj të ri, opozita i ka shmangur ndërkombëtarët, duke u përcaktuar një rol ndihmës në gjykatën kushtetuese, duke përdorur sërish si mburoj Komisionin e Venecias. Pika e fundit e rekomandimit 88 të Venecias thotë se ndërkombëtarët nuk duhet të kenë kompetenca vendimarrëse. Kompetencat e vëzhguesve ndërkombëtar duhet të qartësohen, ata duhet kenë të drejta procedurale, por jo kompetenca vendimarrëse. Mekanizmi i transferimit të jurisdiksionit mbi çështjen nga një panel dhomë tek një tjetër duhet të rishikohet. Propozimin e detajoi të premten nënkryetari i Komisionit të Posaçëm për Reformën në Drejtësi, Oerd Bylykbashi, që në emër të opozitës paraqiti modelin me 6 etapa të zgjedhjes së 12 komisionerëve të përkohshëm të vetingut. Hapi i parë është shpallja e vakancës për 12 antarët e komisioneve të përkohshme të kualifikimit nga Presidenti i Republikës ose avokati i popullit. Mëtej, procesin e merr në dorë gjykata kushtetuese. Gjyqtarët e saj kanë gjithë kapacitetet profesionale dhe integritetin për të bërë këtë proces përzgjedhës. Hapi i dytë e i tretë është përzgjedhja me shortë e një paneli prej 3 gjyqtarësh kushtetues që do të bëjnë vlerësimin e kandidatëve. E këtu saktësohet edhe roli ndërkombëtarëve. Ti paneli prej 3 gjyqtarësh do të bashkëngjiten përfaqësuesit e operacionit ndërkombëtar të monitorimit në rolin e tyre siç e përcakton qartë Komisioni i Venecias të rojtarit të transparencës. Hapi i 4 dhe i 5 sipas opozitës do të jetë përzgjedhja e kandidatëve në kuvend sipas listës së dërguar nga gjykata kushtetuese dhe zyrtarizimi i fituesve. Ne propozojmë që kjo të bëhet nga një komision parlamentar ad hoc, me 12 antarë, ku 6 antarë do të jenë nga majoranca dhe 6 antarë do të jenë nga opozita. Ky komision do të zgjedhë pa debat 12 kandidatura që do t'i paraqiten kuvendit për miratim. Logjikisht, në fund procesit do dalin 12 kandidatë të përzgjedhur nga komisioni. Ky është një moment shumë i rëndësishëm, votimi është i fshehtë dhe elektronik. Në fund votimit, sistemi shfaq listën e kandidatëve të përzgjedhur. E hapi i 6 e i fundit është përsëritja e votimit në rast të rrëzimit të listës, duke rinisur procesin e përzgjedhjes e duke ulur në votimin e dytë atë tretë votat e nevojshme për miratimin e kësaj liste. Kjo është një formulë që e dakordsuar është e aplikueshme për zgjedhjen e 12 antarëve të komisionerëve të vetingut me modifikimet e nevojshme edhe për rastet e tjera, për institucionet e tjera.
Por kryeministri Rama e kishte rrësuar më herët këtë propozim të demokratëve përmes një postimi në Facebook, duke shkëmbyer replika me Lulzim Bashën. Pa vetingun, që është skanimi i pasurisë, karrierës dhe aftësive të kujdo që do të paguhet me taksat e shqiptarëve për të ushtruar detyrën e gjykatësit dhe prokurorit. Kjo reformë s'ka asnjë vlerë. Kjo s'është vetëm bindja jonë, por një vijë e kuqe që nuk e ka pikturuar peneli im, po e ka vënë Brukseli dhe Washingtoni. Dhe është e habitshme që Partia Demokratike vazhdon merret me gishtin, kur gishti tregon hënën, sepse kështu i bie që jo vetëm unë, po edhe Brukseli e Washingtoni nuk e duan reformën. Edi Ramës ju zgjidh gjua, u kujtua të rikthehet cicërimave të tij, deri tani ishte kundërshtues i vendeve të rezervuara të propozuara nga SBA dhe BE, por sot nuk ka më asnjë alibi. Propozimi ynë nuk jep as më shumë, as më pak sa çfarë parashikon Komisioni i Venecias. Partitë politike as nuk propozojnë dhe as verifikojnë. Ti do patjetër një gozhd ku të varësh refuzimin e radhës. Tani që nuk e ke më as këtë, lëri alibit dhe nëse do me të vërtet reformë të pakapur në drejtësi, prano kompromisin që i hap rrugë miratimit të reformës në drejtësi. Ashtu si Rama, edhe ambasadori Lu, në emër edhe të Bashkimit Evropian, insiston që kuvendi, në rast mos konsensusi, duhet të votojë draftin ekzistues të reformës. Një javë më herët u kishte lënë deputetëve një draft kushtetut, në të cilën ishin integruar ndryshimet e reformës në drejtësi, sipas variantit të ekspertëve. Ndërsa këtë të njëjtë, ambasadori u drejtoi nga një letër secilit prej deputetëve, ku u thotë se është koha të vendosin që më 21 korrik të miratojnë reformën në drejtësi, pavarësisht se çfarë mendojnë kryetarët e tyre. Shtetet e Bashkuara besojnë se kjo reformë është jetike për të ardhmen e vendit. Ju bëjmë thirrje që më 21 korrik të votoni pro reformës në drejtësi. Kur thotë se është koha për të marrë një vendim, ai fillimisht thotë se kompromisi duhet mbështetur, por gjithsesi sipas tij deputetët duhet të jenë të qetë nëse votojnë ndryshe nga ç'thon kryetarët, pasi po votojnë një standard të aprovuar nga Komisioni i Venecias. Ka ende kohë që udhëheqësit politik të gjejnë një kompromis që të mund të mbështetet si nga opozita ashtu edhe nga majoranca. Duhet ta mbështesim të gjithë kërkimin për kompromis. Megjithatë, nëse udhëheqësit politik nuk e duan kompromisin dhe nuk bien dakord për një tekst të përbashkët, ju bëjmë thirrje që ju ta votoni reformën. Paragrafi 87 i raportit të Komisionit të Venecias thotë se është në përputhje me standardet europiane. Paragrafi 87 i Venecias konfirmon fjalët e ambasadorit Lu. Projekt ndryshimet kushtetuese përmbajnë propozime të qëndrueshme për strukturën e ardhshme institucionale të gjyqësorit shqiptar. Teksti në tërësi është koherent dhe në përputhje me standardet europiane. Komisioni i Venecias beson që projekt ndryshimet mund të finalizohen pa vonesë dhe t'i paraqiten për votim parlamentit. Në këtë letër që mban datën 6 korrik, interesant është se ambasadori Lu nuk i referohet në asnjë moment propozimit të ri të opozitës, i shpallur një ditë më herët nga kryetari Basha, e sipas tij i depozituar 17 ditë më parë. Duket se ambasadori nuk është në dijeni të tërheqjes së Partisë Demokratike, ambase nuk është kanali i komunikimit të negociatave për reformën. Në letër, Lu përjashton kategorikisht si opsion vendet e rezervuara dhe i fton deputetët të njihen me modele të tjera proporcionale në zbatim të rekomandimeve 61 e 88 të Komisionit të Venecias. Në fakt ka një sër sistemesh proporcional, përfshirë votën e vetme të transferueshme, votimin e balotazhit të menjëhershëm, votimin e shumëfisht, eliminimin dhe votimin kundërse. Ambasadori amerikan thosë se SBA e BE kanë kundërshtuar vendet e rezervuara, sepse kjo formulë sipas tyre do të jetë i këtonte menjëherë antarët e Komisionit të Vetingut, ose pro qeverisë ose pro opozitës. Por për te i këtyre qëndrimeve krejt të kundërta, negociatat vazhdojnë larg syve të publikut. Interesant është se një kanal direkt komunikimi që nuk saktosohet, ka zonësuar atë përmes ekspertëve të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ne propozimin e kemi bërë në kanalet tona të komunikimit në negociat dhe jo në Komisionin e Reformës në Drejtësi, që tashmë nuk është më as Komisioni i Reformës në Drejtësi, nuk e ka më atë staturë. Cili është vallë kanali i komunikimit jo ndërkombëtar i opozitës për reformën? Por duket se edhe majoranca ka propozimet e veta. Të premten ambasadori Lu takoi për 30 minuta Fatmir Xhafën, e pas këtij takimi nisi mbledhja e radhës e Komisionit të Reformës në Drejtësi, ku opozita sërish mungoi. Në fund të mbledhjes, kryetari Xhafaj tha se opozitës janë bërë 2 propozime, të cilat nuk pranoi t'i ndante me publikun.
Ne kemi dhënë Partisë Demokratike para disa ditësh 2 propozime shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me formulën e përzgjedhjes së antarëve jo gjyqtarë në Këshillin e Lartë gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe atë që ka të bëjnë me përzgjedhjen e institucioneve komisionerëve që lidhen me vettingun. Natyrisht nuk i kemi bërë publike për të qenë korrekt, për të qenë luajal dhe natyrisht për të ruajtur qëllimin që ka një negociat politike ndërmjet 2 palëve që është konfidencialiteti. Njërin nga propozimet e zbardhi Bylyk Bashi, që e konsideron si të vjetruar dhe të refuzuar nga opozita para disa muajsh. Një konfirmim më shumë se negociatat nuk bëhen me gjafën a ekspertët e huaj. Propozimi që kanë sjell është vota e vetme transferueshme, që është vetëm para pak ditësh, kur ndërkohë nuk japin asnjë përgjigje për këtë propozim që kemi bërë ne. Por ajo që ju duhet të dini me saktësi është që vota e vetme transferueshme është një nga 5 opsionet që u paraqiten në shkurt, e kundërshtuar për kompleksitetin e përjedhoj për vulnerabilitetin, për dobësinë, karshi, manipulimit dhe korruptimit në një parlament me 140 antarë. Pra në shkurt u kundërshtua, është kundërshtuar edhe më pas nga Partia Demokratike dhe me datë 6 qershor në atë takimin e datës 6 qershor, gjithashtu është hedhur poshtë si opsion jo funksional. Erdhë Bylyk Bashi flet për një propozim të ri të kryeministrit. Ai është i bindur që nëpërmjet votës vetme transferueshme ti siguroj 8 vende të rezervuara vetes. Këtu kryeministri duhet ta kuptoj pse vizën e kuqe e heq ky raport 8-4 dhe jo tek raporti paritar 6-6, ku dhe majoranca dhe opozita ja tërheqin të dyja njësoj dorën njëra tjetrës nga përfshirja në procesin e vettingut. Ajo që ne propozojmë është një proces që përzgjedh mes profesionistësh ku politika nuk ka asnjë rol në fazën e parë të përzgjedhjes. Por çka nuk e përmendi Basha Bylyk Bashi, e tha ish kryeministri Berisha në seancën e fundit parlamentare, teksa u buri emra konkret rezervave të opozitës në organet e vettingut. Nuk do mund të kandidojnë asnjëri prej atyre që u gjet në konflikt interesi në këto organe. Nuk do mund të kandidojë Dvorani, i cili shkeli ligj dhe kushtetut, mori 2 vite me radhë rrogën e gjyqtarit gjykatës lartë, duke pushtuar, duke zaptuar vendin. Nuk mund të kandidoj aty Kunati, i bashkëkreu të Partisë Komuniste të Drejtësisë Fatmir Xhafs, i cili imponoi ashtu po harrove ti amandamentin që thoshte se do t'jetë dhe në këtë funksion do t'jetë punoj si me gjykatë si me i vjetër në detyrë i gjykatës kushtetuese? E harrove ti këtë, i kemi në draftet. Vetëm se shkruajt i këtë aja absolutisht nuk do mund t'jetë në asnjë nga këto forume. Nuk do mund të jetë. Asnjë. As dhe Ibrahimi, Kunati, i ministres, që i merrte të freskëta instruksionet, Palera Sadushi, që urdhron lirimin e kriminalëve, në gjykata. Kjo është panorama e pozicionimeve të palëve në prag të vizitës së asistent sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland, e cila plot një vit më vonë rikthehet në Tiranë për të takuar të njëjtët aktorë politik e për të njëjtën çështje, reformën në drejtësi. Lehtësimi i rekomandimeve të Venecias vazhdon t'i mbajë palët të barazlarguara, edhe pse komisioni që u pranua nga të gjithë si arbitër është i qartë në rekomandimet e veta. Interesante është edhe situata me antarët e kuvendit, publikisht të përmbajtur në pozicionime. Ambasadori Amerikan dhe ambasadori e Bashkimit Evropian kanë nisur kontaktet personale me deputet të kuvendit, ndërsa të njëjtën parlamentare pati të paktën 2 qëndrime ndryshe në kuvend, brenda koalicionit të mazhorancës. I pari ishte deputeti i spikatur i socialistëve në Lezhë.
unë them publikisht se nuk e kam lejuar veten e nuk do lejoj kur të jem vetëm një karton në këtë parlament. Nëse nuk arrihet konsensusi, unë reformën nuk e votoj. E dyta Mesila Doda, e aleatit qeverisës PDU, që tha se deputetët e kësaj force në parlament nuk do ta votojnë reformën nëse prej saj nuk hiqet ndryshimi që u hap rrugë martesave brenda të njëjtës gjini. Nëse nuk e hiqni nenin që hap udhën e martesës homoseksuale, ne vetë sigurisht që nuk do e votojmë, dhe ashtu si ambasadori amerikan i bën thirrje ndërgjegjes së secilit, unë i bëj thirrje ndërgjegjes dhe formimit njerëzor të çdo deputeti që të mos votojë asnjë ndryshim që çon në ndryshimin e modelit ton social dhe shoqërar. Jam shumë i bindur që edhe zonja Doda do votoj për projektin. Shumë falenderit që do më jepni mundësinë ta lexoj fjalimin. Mirupafsh. Në të dyja anët e kësaj salle, përveç anëtarëve të komisionit të posaçëm, nuk ka qëndrime të argumentuara pro e kundër draftit të ekspertëve të huaj, propozimeve të Partisë Demokratike e rekomandimeve të Venecias. Negociatat duket se mbahen në nivelet më të larta, ndërsa deputetët thjesht presin një kompromis, pa u informuar me variantet e propozuara nga palët. Kam dëgjuar kolegë deputet, të cilët refuzojnë çdo propozim dhe pa e lexuar. Ashtu siç janë të gatshëm të miratojnë çdo propozim dhe pa e lexuar. Kur i vjen nga opozita, e refuzojnë pa e lexuar. Kur u vjen nga vetja, e miratojnë pa e lexuar. Është e papranueshme, nderuar kolegë deputet. Po ndryshojmë afërsisht më shumë se gjysmën e kushtetutës. Dhe është e papranueshme që se kemi lexuar. Dhe themi e miratojmë ose nuk e miratojmë. Të njëjtin konstatim e konfirmoi edhe kryetari i Komisionit të Posaçëm të Reformës Fatmir Xhafaj. Nuk është faje edhe i ambasadorit që një pjesë edhe politikës në këtë vend, jo vetëm që flasin të frymëzuar dhe të inspiruar në raport me interesat e tyre partijake, por flasin shpeshherë edhe për gjëra që nuk kanë marrë as mundimin që të hapin të lexojnë opinionin final të Komisionit Veneza, dhe kjo është fatkeqësi, por ja që ndodh. Ndërkaq numërimi mbrapsht për 21 korrikun, afatin e paracaktuar për miratimin e paketës kushtetuese të reformës në drejtësi, ka filluar. Deputetët janë në pritje të një konsensusi nga lart, edhe pse të pa informuar si duhet me propozimet e ndryshme të reformës që do të miratojnë. Krimi i pasionit është kjo që apo me Xhelanin, me Bilalin. Jo, me Bilal Shehun, që shkon regjistrohet si gruaja e tij. Absolutisht po, 100%. Po le ta mohoj, po doj, të dalë ta mohoj ai. Të dajo, o zotëri, po pse i del zot ti kur si del zot vetës ai? Se do shkonte një vend si interesant, si çift gay. Do paraqitej atje si çift gay dhe ky tash ishte noviteti i tij. Fakti që Britania e Madhe ka vendosi të dalë nga Bashkimi Evropian nuk cënon as pak kompaktësinë e vendeve NATO, përkundrazi, në qoftë që nga BE-ja vendi ka dalë, ne si NATO e pranojmë një vend në gjirin tonë, dhe kjo është një detaj shumë i rëndësishëm.